Gjykata e Tiranës ka liruar nga qelia ish efektivin e policisë Jeton Lami duke e dërguar në arrest shtëpie për ngjarjen e disa ditëve më parë në Kamës, ku ju vu eksploziv biznesit të shtetasit Sajmir Sina. Në detyrim paraqitje u la Florin Domi, që ofroi garanci pasurore në vlerë 600.000 lekë, ndërsa arrest në burg u la vetëm i arrestuari tjetër, Flogerd Mzhika. Ndërkohë në kërkim për ngjarjen është shpallur Ervis Lami, që prej rreth një viti ka një tjetër mas arresti në mungesë për disa armë që ju gjetën në banesë pas vrasjes së postierit Lulzim Visha. Policia njoftoi se arsyeja e vendosjes së lëndës eksplozive që shkaktoi dëme të konsiderueshme në biznes është një gjobvënie prej 500.000 eurosh që autorët i kishin vendosur pronarit të godinës, Sajmir Sina. Ky i fundit kishte refuzuar që t'ja jepte. Shpërthimi me tritol ndodhi pak pas mesnate, të shtunën rreth orës 2:20 në bulevardin Nën Tereza në Kamës, në ambientet e jashtme të biznesit.